Dëgjoj mos pomohoj, shikoni. Unë s'pemohoj të drejtën e asnjë shteti për vetë ekzistencë, për vetë mbrojtje, gjitha ato. Por po them, nëse ti e riproceson plutoniumin e centralit bërthamor që prodhon energji dhe thue që unë po prodhoj njëkohësisht edhe uranium po pastroj, kam centrifuga për pastrim të uraniumit, atëherë do thotë këtu është e qartë pse duhesh ti me shtije 7 pash në rrëdhe, që thotë populli, kush të beson ty që i ke për qëllime paqësore. Dhe kjo prap vjen te politika, ti po thu, kom me shkatru Izraelin. Pe ditës 7 dhe sot, dhe kje gjithat arsenal të pastrimit, të uraniumit pastrum, edhe po donë edhe knej me riprocesu, me qëllim të njëjtë, do thotë se ajo, kur të riprocesuat plutoniumi nuk është për me përdor për energji, për prodhim të energjisë, po është për prodhim të atomit, bombës atomike, a kupton? Ndërkohë, e pam edhe në Gjenevë sot Arashi, që është ministri i jashtëm i Iranit, është takuar me David Lammy, që është sekretar i jashtëm i Britanisë, është takuar me ministrin e jashtëm të Gjermanisë, është takuar me ministrin e jashtëm të Francës, zonjën Kallas, si përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë jashtme dhe të sigurisë. Dhe qëndrimi i Iranit është që pa u ndalur sulmi i Izraelit ndaj Iranit, nuk ka diskutime për kapacitetet bërthamore, nuk ka diskutime për të ardhmen bërthamore të Iranit. E kundërta është çfarë thot edhe SBA-ja edhe Izraeli. Tash ku do gjehet mesi këtu? Por s'ka këtu mes derisa mos të neutralizohet si rrezik bërthamor. Është problem edhe me u ndal lufta, edhe me u gjetë një zgjidhje politike. Ata në Iran, se shikoni këtu regjimi i ajatollahëve, e din që mas kësaj lufte ka me u ndesh me popullin e vetë se ka harxhu miliarda dolare. Do thotë, dhe i ka premtu, do thotë që do ta zhdukim Izraelin nga faqja dhe jote. Pra nuk mund të, qa po thëni që nuk mund të ketë regjim të Khomeinit pas kësaj? Mund të ketë edhe një kohë të shkurtër, për shembull, aty do të fillojnë ata me u shikun sy, shumë i bindun që mas si të mbyllet procesi dhe të bëhen disa terma tjerë për kontroll, ku ti s'mosh me pastru fare uranium, se s'dvyn gjë për qëllime tjera pos për bombe, dhe pa ndodhë kjo s'ka aty pace. Le të harron çdo kush aty. A shihni që do të ketë ndryshim të regjimit atje së shpejti? Kjo domosdo çon ndryshim të regjimit, do thotë dhe luftë civile të brendshme. Ndryshimi i regjimit nga Emmanuel Macron është parë se do të shkaktonte pasoja kaotike. E vërtet, në rajon. A besoni që është në të mirë të Izraelit ta shtri kaosin në lindjen e mesme dhe çfarë pasojash për sigurinë e lindjes mesme, por pse ju edhe të kontinentit vjetër mund shkaktoj kjo? Shikone, në termat të pasojat të kaosit në kuptim të refugjat dhe lëvizje kompulsive dhe kështu me radhë, por ato nuk mund ndodhin në përmasa që kanë qenë në Siri, në Irak e gjetë ju për shkak se ka pas ndërhyrje të forcës tretë me këmbësëri. Kjo as men se ka as SBA-ja, as njëherë për herë, do thotë, as kush me u marrë me ndërhyrje me përsërit Irakun, por ata nërme vetit, do thotë, me qesë Juederi ka pas protesta shpesh kundër regjimit mullave. Po, ka pas. Dhe aty ka një urrëti shumë të madhe, një pjesë bukur e madhe. Po, megjithatë ka arritur ta shtyp. Ka arritur ta shtyp, mirë po, goditet që po i bëhen, do thotë, fuqisë represive të shtetit të ajatollahëve, ja ka dobësu fuqinë represive për me shtyp popullin e vet. Edhe asoj ministrisë që është policistë, që nuk është garda revolucionare. Mas gardës revolucionare një polici tjetër. Policia që është e disiplinimit. Disiplinimit, do thotë. Ata në forca ma urryer në Iran, do thotë, mirë graduale, masane filloj procesi politike. Vetë se nëse shohim, nga plani i brendshëm, edhe Netanyahu është në presion, sepse Izraeli nuk është mësuar bashkëlet që t'i depërtojnë edhe raketat balistike, të shkaktoj viktima, 25 viktima deri tash janë, qindra të plagosur, një shtet i cili me gjithat është në alarm të bombave, të raketave balistike që po sulmohet. Por ata kanë me zjedh mes se e din ata që kjo luft është luft për ekzistencë, nuk është
nuk është punë veç e politike se Netanyahu. Unë jemi bindë dhe po të ishte edhe një ai mund të kemë motive sepse është ekstremist dieta e punë. Por edhe një forcë tjetër e moderume do Po thoni për Netanyahu ekstremist. Po, do më dieta s'po thëmun, po është vlerësimi përgjithshëm që në politikën e Izraelit ka qenë më ekstremist se tjerë, diskutohet. Ka dhe më ekstremist në kabinetin e tij. Ka dhe më ekstremist, po për shembull çdo forcë, edhe forcat më të moderuara të Izraelit, në fazën në cilën gjendet arsenali bërthamor i Iranit, kishin me reagu njëjtë, sepse bëhet fjalë për dritën e kuqe, do të thotë të rujtës e bërthamës e Izraelit. Ama zoti Hasani du ta shtym debatin. Fundi janë debat në gjitha qarqet e shihet evropiane, por edhe ato amerikane që diskutohet pse tasht. Shumë kush po thotë që pikërisht kjo që po ndodh ishte pak edhe për ta devijuar vëmendjen për atë që po ndodh në Gaza. Kur flasim sot në Gaza, 10 të vrarë ka pas dhe ditëve të fundit janë mbase qindra dhe më e keqja është se edhe agjensi të Kombeve të Bashkuara paralajmërojnë se brenda ditësh do të ketë vdekje të mëdha për shkak të thatësisë, sepse Izraeli ka shkatruar ujësjellësit, ka shkatruar kapacitetet ujore që janë vitale për një shtet, për një shoqëri. Dhe a besoni se kjo do e dëmtoj Izraelin edhe më shumë në imazhin ndërkombëtar, i cili megjithatë është cënuar, sidomos para Iranit, është cënuar mënyra se si vret në mënyrë të vazhdueshme pa dallim civil në Gaza. Shikoni, këtu në dy gjëra, aspekti humanitar në thash është katastrofik, është përkeqëardhje, vrasja e civil. Ne jemi më të ndihshëm për shkak se do të thonë parim kena kalu, jemi traumatizuar për shkak të që kemë pasë do thotë humbi edhe një të popullsisë civile. Ajo është çështje tjetër, unë s'po flas për ato segmente, ato dimensione. Unë që në fillim, unë e kam pas qartë, kur ka ndodhur akti terrorist, këtu ka pas njerëz që janë gëzuar, dini ju këtë. Ka pas njerëz që rrjetet sociale me orientim theksum të islamit radikal janë gëzuar. Unë e kam ditë sakt që ajo që do të ndodhë në Gazë do të jetë pikërisht kështu siç po. Për shkak se vetë se kjo është shumë jo proporcionale. Për shkak se, shikoni, po më fal, lufta është problem me gjetë proporcionin në luftë. Ja, ka proporcion, megjithatë. Unë po them, është problem. Tash nëse vriten 1200 persona nga një sulmi Hamasit dhe vriten 60.000, 55.000, sa janë? Sulmi terrorist, unë e thas edhe një ditë me shkrim, që ka ndodhur kundër Izraelit, e ka aktivizu refleksin, e ka bo operativ refleksin e një populli që ka përjetu holokaust. A kuptoni këtë? Një popull që e ka traumën. Pa e kuptojnë se kjo se justifikon pastaj shkatërimet në masë. Tu në Evropë, kërë njësë kryzatat, mas pari kanë mytë hebrejt e Evropës, kristianët i kanë mytë, jo musliman. Edhe masanin në shkuat e me shliru Jerusalemin. Vazhdimisht s'ka pas etapë në cilën hebrejt këtu nuk e kanë pagu çmimin. Biri mas